E keni parë në Vox Kosova fotografinë e publikuar të Mimoza Kusari Lilës me një politikane serbe, fashiste e agresive kundër shqiptarëve, Sandra Rashković Ivić, e bija e Jovan Rashkovicit, i cili përveç se njihet për aplikim të elektroshokut ndaj grave kroate për eksperimente perverze dhe knatësi personale, ishte edhe bashkëudhëtar i pandashëm i kriminalit luftës Radovan Karadzic. Rashković njihet mirë edhe se si përmes pamfletëve të tij kishte ushqyer rrejtin e serbëve për popujt e tjerë në Jugosllavi. Kurse e bija e tij, shoqja e Mimozës, inspiruar nga babai me gjas, ishte angazhuar edhe në kompletimin e dosjes së shtetit serb kundër UÇK-s, e cila përfundimisht u publikua si raport i dykmartit. Dobësia patologjike e Mimoza Kusarit ndaj fashistëve dhe kriminalëve serb nuk është as lapsus i saj e as befasi për ne. Ajo është simptome një deformimi të thellë moral e politik. Jemi dëshmitar të gjithë se si në komunikimet me Milan Radojqićin, ajo u vetë reduktua në një të nënshtrume, duke i raportuar me servilitet figurës padronit. Për mua, befasi nuk janë as terme që i diskutojnë takimin e saj në Zvicër me përfaqësues listës serbe e qeverisë serbisë, kur flet me ta deri edhe për amnistim të terroristëve që sulmuan shtetin Evropolis të Kosovës. Më rënd se gjitha këto bashk është mënyra se si Mimoza Kusari Lila i ka reaguar këtij lajmi. Ajo, duke konfirmuar këtë takim me krimin, në fund statusit të saj, në cilin jo kërkim falje, po s'gjen nevojë as për shfaqje me shpjegim, thotë: "Ju falenderoj për besimin e madh që i keni dhënë koalicionit të lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e fundit." Pra, a e kuptoni, Mimoza Kusari Lila, e veçveshur krejtësisht nga dinjiteti, shihet se nuk ka as kompas moral e as kurfar busulle vlerash. E vetmja matje që e bën Kusari Lila është me sasinë e votave që i merr. Votoja një votën, kaq i duhet asaj. Derisa vazhdon që hedh popullit dhe t'u harruaj votën, gjithçka në rregull për të. Me s'ka tron ndërgjegje dhe është rehat sepse e ka normalizuar krimbjen personale kombëtare, ajo nuk ndjen as nevojë bazike morale për dhënë qoftë edhe një justifikim minimal për ecjen e turpit krah për krah me fashizmin serb. Por, siç është na thoshte vetë Mimoza Kusari Lila, derisa merr vota, pse jo?